Bekuar qoftë ju ati Zotit tonë Jezu Krishtit. Unë po bekoj trupin e Martinit me ujtë bekum. Të përkujtua pagëzimin e tij, sikurse veç në pali apostulli i Krishtit shkruan. Të gjithë ne që u pagëzuam në Krishtin Jezus, jemi pagëzuar vdekjen e tij. Me pagëzimin e vdekjes së tij me varros me të, që sikurse Krishti është ngjall nga të vdekur nëpërmjet të lumturisë së Atit, edhe na mund të jetojmë në jetën e re. Nëse jemi bashku me të në përgjithësim të vdekjes, do të bashkohemi me të në përgjithësim të ringjalljes. Në ditën e pagëzimit, Martini është veshur me Krishtin. Në ditën e ardhjes së Krishtit, qoftë veshur me lumturi. Jep o Zot pushimin e pasosur. Të lutemi, o hyj ati gjithë pushtetshëm, feja na mëson se biri yt Jezu Krishti vdiq e ngjall për të mos vdekur më kurrë. Në fuqi të kësaj së vërtete, po të lutemi, baj që shqiptori yt Martini, i cili pushoi në Krishtin, të meritojë të ngjallet në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ul. I pranoj por si flije djegje. Leximi i librit të dijes. Shpirtat e të drejtëve janë në dorë të hyjut, dhe ata nuk i prek kurfar vujtje. Syve të patën zonë u duket se po vdesin dhe kalimi i tyre nga kjo botë fatkeqësi. Ndarja e tyre prej nesh si asgjësim, e pra ata janë në paqë. Edhe pse në sy të njerëzve u duk se që ndëshkuar, shpresën e kanë në pavdekësi. Për një vujtje të lehtë do të marrin shpërblime të mëdha, sepse hyu i vulin në provë dhe e pa se janë të denjë për ta. Por si ari në furr i sprovoj dhe i pranoj por si fli djegje. Prandaj, në kohën e pasisë së tij do të shëndris, do të xixdojnë por si shkëndia në kallamisht. Do të gjykojnë kombet dhe do të sundojnë mbi popuj, dhe Zoti do të mbretërojë gjithmonë mbi ta. Ata që e vënë shpresën në ta, do të kuptojnë të vërtetën. Besnikët do të kenë dashurinë e tij, sepse të zgjedhurit e tij gëzojnë hir e mëshirë. Kjo është fjala e Zotit. Falenderojmë hyun. Kthimi i psalmit është: Te ti, o Zot, po e lartësoj shpirtin tim. Te ti, o Zot, po e lartësoj shpirtin tim. Të bie në men, o Zot, butësia jote dhe dashuria jote e anshuar. Të bie në men për mua si pas dashurisë sate
për hir të mirësisë sate, o Zot. Të Të ti, ti, o o Zot, Zot, po lartësoj shpirtin shpirtin tim. dhe boj prej meje vështirësitë e zemrës time, me shpëto prej vujtjeve të mia. Shihe përvujtënimin tim dhe mundimin e mi fal të gjitha fajt e mia. Të ti, o Ti, o Zot, Zot, po po lartësoj lartësoj shpirtin tim. shpirtin tim. Ruaje shpirtin tim dhe më shpëto. Nuk do të turpnohem sepse jam në dorën tënde. Le të më dalë, Zot, pa fajësia dhe drejtësia, sepse në ty shpresoj, o Zot. Të Të ti, ti, o o Zot, Zot, po po lartësoj lartësoj shpirtin tim. shpirtin tim. Unë jam ringjallë dhe jeta, thot Zoti, kush beson mua nuk do të vdes askur. Aleluja, aleluja, aleluja. Zoti qoftë me ju. Leximi i Injilit Çajt sipas Shën Mateut. Në atë kohë, Jezusi, kur pa turmën u ngjit në mal, kur ul, ju afruan nxënësit e tij, atëherë mori fjalën dhe i mësoi duke thënë: Lum skamnorët në shpirt, sepse e tyre është mbretëria e qiellve. Lum ata që qajnë, sepse do të ngushëllohen. Lum ata që janë të butë, sepse do ta trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi, sepse do të ngihen. Lum të mëshirshmit, sepse do të gjejnë mëshirë. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse do ta shohin hyun. Lum pajtuesit, sepse do të quhen bijtë e hyut. Lum ata që salvohen pse kryejnë çka hyu kërkon, sepse e tyre është mbretëria e qiellve. Të lumt ju, kur t'ju shajnë, t'ju salvojnë dhe kur për shkaktimin të thojnë të gjitha të zezat kundër jush, por në rrenë. Gëzoni e kaldoni, sepse i madh të jesh shpërblimi juaj në qiell. Fjala e Zotit. Lavdi i qoftë ty o Krisht. Fjalëve të Injilit që shlym katët tona. Qoftë ty Zot Krishti. First, I would like to welcome all our American friends, friends of the family, and friends of the Albanian community. And we just want to thank you for being here today. And your presence, your prayers bring a lot of consolations and strength to the family. Vllazën e motra, sparet I herën në emën tem, të Viktorit, si edhe këshillit kishë krejt familjes Zoj Shkodrës, familjes u shprej për dhimbtimet tona, martini pas drejt e Krishti e pas parrin zë ju, Zoti u dhasht forcë. Në të raste, po na bjen pak edhe shpesh për mu taku edhe si komunitet këto shqiptar, po thuj se për çdo javë po kemi vdekje, edhe vdekje të randa, edhe të pa prituna. Dhe shti kur më rrinë njëri disa vjetë, edhe smunje, gjitha të edhe disësi edhe përgatitet për vdekje, por kur vjen edhe vdekja pa prime, atërën duket edhe ma vështirë. E vërtet nuk ka vdekje që është e pa pritun, edhe në përgjithë se gjithë e dim se do të vdesim, por prap se prap e kemi atë besimin se do të vazhdojnë kjo jeta jeme, edhe është ndoshta edhe prej besimit që kemi në Zotin. E dim se sikur se e ndigjojmë edhe prej shkrimit shenjtë që na siguron se edhe nëse vdes do të ngjallesh, edhe pse vdes do të jetosh. E duket sikur se një gjë kontradiktore, por ndoshta edhe ajo është arsye edhe që na prej atij besimit e dim se edhe nëse vdesim vazhdojmë në jetë. Por në një jetë që sikur se thotë Shën Pali, thotë sëni se ka pa, veshi se ka një, smenja njërit as mundet për me kuptu kur
deri që të kalojnë e ta shijojnë atë bukuri që Zoti e ka përgatit për çdo njani prej nesh. E sot një mënyrë të posaçme lutemi për shpirtin e vllaut ton Martinit. E nësa lutemi për ta, meditojmë pak edhe për jetën e tij. E dim edhe se sikur se çdo njani prej nesh që është i përgatitur në jetë, sikur se ato 3 shokë që ishin të bisedu me njani tjetrin, njani thot, po si ke dëshirë thot ti me të kujtu njerëzit kur kalon prej kësaj jete në jetën tjetër. E tha, po që jam ka njërë, tha ba mirë, sa dhe që edhe kam dashta njerëzit tjere, kam respektu njerëzit tjere, jam sjell mirë me njerëzit tjere, jam kom thanë fjallën e mirë njerëzve tjere. E ti, tha, si ke qef, tha, ti me të kujtu, tha, po që jam kanë, tha, burr i mirë, tha, familjar i mirë, babi i mirë, gjysh i mirë, vlla i mirë, kushëri i mirë. Po ti, tha, si ke qef këj treti? Tha, kam qef, tha, kur flasin dikush për mu, tha, që ka ke njeri i përgaditun për vdekje. Të shti vllai Martini i ka pas të gjitha këto, njeri që e kanë i përgaditun, të shti si përgaditet njeri për vdekje. Po e se si jeton çdo ditë të jetës vetë, që gjithmonë menon mirë për tjerët, gjithmonë ja thot fjalën e mirë njerëzve tjerë, sillet mirë me njerëzve tjerë, jo vetëm me familjen e vet, sikur se babi dashtën, ashtu burr fisnike, gjithmonë i gatshëm për me dhanë inkurajime, jo diskurajime, me dhanë njerëzve shpresë, me dhanë shembull të mirë, me frymëzu njerëzit, me afru njerëzit afër Zotit, afër njëri tjetrit. Është aja është përgatitja. Atë Martini e ka bën për çdo ditë jetës tij. E çka thotë edhe Krishti në Ungjil, lum ato njerëz pra që janë të përgatitur për këtë lumni. E çka është kjo lumni? Ata pra njerëz që i herë dinë se krejt jetën e vet e kanë dhuratë prej Zotit. Edhe çdo ditë që jetojmë është dhuratë prej Zotit. Çdo sekundë të jetës tonë është dhuratë prej Zotit. Por çka na mëson edhe vdekja, se na dim se vdekja është një gjë e padishueshme. There's nobody in the world that really likes to die, but it's something that we can't really get rid of it. It's inevitable. We know for sure that we're sure as we are, that we're living, that one day we're going to die. But how does one prepare for it? But at the same time, the reason I think God even leaves the death in existence is because he wants us to learn something from death. Do të thonë Zoti ka dëshirë diçka edhe që na më mësu prej vdekjes. E çka na mëson vdekja? What does death teach us about our life? First, that our life here, as we have this concept of life, is impermanent. It's not forever. So the impermanency of this life shows us that there will be a time that God will call us to himself. Ka me kene e kohë pra që Zoti ka me na thirë të vetja. Edhe atërë sa ma tepër që kujton njëri një gjanë të tillë, atërë edhe ma tepër përgatitet për çdo ditë të jetës tij. So the more we think about it, the more we're going to be prepared for it. So that's one lesson. The other is that we accept this. It's something that we can't really get rid of. Like I said before, it's there, and the best way to prepare for it is that we are aware of it and that we accept it. And accept because that's the way, that's the plan, it's not God's plan. Don't think that death was created by God, because anything that is ugly and unacceptable and undesirable, that is not from God. Por njëjtën kohë, nërsa e dim se nuk është një gjë prej Zotit, po prapë se prapë do të me pranu një jetë se ekziston. At the same time, although it's not from God, we have to accept it. And that's how it is. And the other thing is that there is a transformation of our life. There's no end of our life. Remember all of us, when we were kids, and now, we're grown up, and you say to yourself, where did that kid go? That there's a transformation. It's not, did that child in me die, or does it still exist? Yes, it still exists. It's the same life, but it's a continuation of it. It's a transformation of life. And then at the end, there's another transformation with a capital T, the death that we call. And we go from this life to the next one. Ta pra gjana që na duhet për mi pranu një jetë. E dim se
sa ma tepër që I pranojmë, aq ma tepër edhe përgatitemi për jetën tonë. Është pra kur na bahami ma të vetëdijshëm se jemi në planin e dikujt tjetër, we become more aware that we're in somebody else's plan and somebody else's life. You know, a lot of people say, it's my life, I could do with it whatever I want. No, it's not. It's a gift from God. And that's the first one from the Beatitudes, you know, when Jesus says, blessed are the poor in spirit. The lumata që janë të vorfur në shpirt. Çfarë më thonë ajo? What does it mean? Që na jemi krejtësisht çdo që e kemi, nuk është e jona, është e dikujt tjetër që na dhon ne. It's somebody else that was given to us as a gift. And that's what we have to always be aware of. I say all these things, I tham gjitha këto për arsye se vllai Martini I ka jetu këto në jetën e tij. Jo vetëm që I ka besu, por edhe që I ka jetu edhe ka dhënë atë shembull në familjen e vet, në shoqëni, e kudo që ka qenë. Aja përgatit për çdo ditë të jetës tij. Çdo herë që kam shkuar në qau atje, në Ipash ku je, se të shte janë si këtë është me livdu dhe merët vesh se do të mi thanë të vërtetet, për sikur se dajat e babës dhe të shte janë njerëz me të vërtet që të prekëllë në zemër pak e në emocione, se jo vetëm që ja kanë shto I afërm për sa I përket relacioneve gjakut, por e kanë edhe në shoqëni, I dashur me gjithkën. Dje ishe me një, I was with Bill O'Connor, you know, on the phone, his next door neighbor, and he says, you know, I want to come to Mass tomorrow, and what time is the Mass for Martin? And I wasn't even aware that he was living there. And Bill O'Connor was the building commissioner of the Archdiocese, and with him I built this church, you know, and our community actually built this church, so, and he was very, very much part of this community. He says, I want to come to the funeral Mass, and I want to ask for his permission and forgiveness that I'm using his name. But just to give an example, and he says, you know, he was such a kind man. He said, he always had something nice to say to you. Pa nuk është e vërtet, nuk ka njani prej nesh për shembull që nuk e ka pas atë eksperiencë me martigjonin. Gjithku I fjalën e mirë, edhe me a njoftën atë pa njoftën, atë familjes, atë shtëpisë, atë koqësisë, kudo që ja kanë gjithmonë fjalën e mirë. Just let us remember that St. John always reminds us in the gospel when he says, love one another, be kind to one another. You know, people will never remember us, you know, how intelligent we were, but how kind we were. And that's one thing that he will always be remembered as, a kind person, a gentle person. Sikur se ka jetu jetën e vet me atë dashnie, e vërtetësie, dëshmi të gjallë të Krishtit në praninë e jetës tij në familjen e tij, ashtu sikur se thot Krishti, të gjithë ata që kanë këtë besim në mua dhe bën këtë dëshmi të gjallë, ata kanë me kanë gjithmonë me mua. Sikur se thot edhe gjithashtu në Ungjillin e Shëngjorit, po shkoj përpara që më ja përgatit çdo njanit prej jush një vend që ku jam mund të jeni edhe ju. Sot familja e gjithë na jemi sigurt se sikur se ai e ka dashur Krishtin ashtu edhe Krishti e ka dashur atë. Edhe tash ai shkon në atë vend që Krishti e ka përgatit për te, që gëzoj lumnin e jetës pasosën. E ashtu qoftë. Krishti e pas parizë, i Zoti dhe ashtë forcë. Qërën kam. Të lutëm fe gjallë hyu të atë gjithë pushtet që me cilën gjallën nga të vdekurit Krishtin birin e vetë për shëlbimin e gjallëve të vdekurve. Të lutëm I të thanë zbashkut një gjojë o Zot lutin tonë. Për Martinin I cilin sajt pakzimit të fitoj një ditë fare në jetës pasosur që ta bashkoj për gjithmonë me shajtër të lutëm I Zotit. Për Martinin që ushqy me korpin e Krishtit bukën e jetës së mshushme, që ta ngjall në ditën e fundit I lutëm I Zotit. Për shpirtin e të vëllezërve, kushtrive dhe bamisëve tanë,
që t'u hap shpërblimin e veprave të mira, të lutemi Zotit. Për gjithë ata që pushon me shpresë të ngjalljes, që t'i pranoj mirësisht në dritën e fytyrës së vet, të lutemi Zotit. Po lutemi o Zot që oratet tona të përvujta të nxjerrën nim shpirteve të shqiptarëve dhe shqiptarëve të tua. Pastroj për gjitha mëkateve dhe bëj pjesëtar të shpërblimit tënd nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Uleni. Lut në vllazën e motra që flinja ime dhe e juja të dale përqyeshme para hyut të atë gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon flinë prej dorëve tua. Ajo dalë për lavë dhe lëmtëri të emrit të tij, si edhe për dobit tonë të marrë kishës ti të shajt. Po ta kushtojmë o Zot këtë fli për shëlbimin e shqiptarit tan Martinit, e po lutemi mirësi sate. Martini nuk të shoj se biri yt është shëlbuesi i botës. Bajtë gjej tani në të gjykatën e mëshirshëm nëpër Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju, t'i lartësojmë zemrat, falerojmë Zotin hyun ton. Për një men është punë e drejtë, është detyre jone dhe burim shëlbimit. Faleminderit gjithmonë e gjithkon ty, o Zotë ati shajt hy i gjithë pushtetshëm dhe jamshuar. Si pas urdhrit tënd lindim, vullneti yt na drejton. Me vendimin tënd këtu mi tokë nga cila rrjedhim, liramin nga ligji i mëkatit. Të shpërblyer në sajë të vdekjes së birit tënd, kur të pëlqej ty, do t'i arrim lavdisë ngjalljes së tij. Dhe prandaj me turmën e engjëve dhe të shejtërve, këndojmë himnin e lavdisate duke thënë pa pushim. Lavdin ta
enjoy. Please kneel. Me të vërtet je shajt o Zot dhe burimi çdo shenjtërie. Ty pra po të lutemi shenjtroj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd që të bën për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën të falënderua e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi u kryedar ka mori edhe kelkun, përsëri të falënderua, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e pini të gjithë prej këtij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për falje të mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes. O vdekjen tënde o Zot, shpallim gjalljen tënde, dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Duke kremtuar për kujtimin e vdekjes dhe të ngjalljes së birit tënd, po ta kushtojmë o Zot bukën e jetës dhe kelkun e shëlbimit, e po të faleminderit që na lejove të qëndrojmë pranë teje e të shërbejmë ty. Po të lutemi për vojtëri që shpirti i shajt na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e në gjakun e Krishtit. Le të bjen në mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anë të botës, për sosën dashuri bashkë me papën ton Franceskun, e me i peshkvin ton Timoteun dhe me mbarë me mështarin. Le të bjen e mend edhe për vllain ton Martinin që sot e thirrën nga kjo jetë e ti, dhe sikur se me pagzim e bëre pjesëtar në vdekjen e birit tënd, po ashtu bëje pjesëtar edhe të ngjalljes së tij. Le të bjen e mend edhe për vëllezërit tanë, motrat tona të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë dhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marinë Virgjën nënën e Zotit, me Shën Jozefin fatin e saj, me shajtet apostël, me të gjithë shajtet që gjithëherë të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin, në me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt, ty qofsh do nderim me lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Të nxitër nga urdhri i shëlbuesit dhe sipas mësimit e tij hyjnor, të marrim guxim të themi: atin që je në qiell, shejt nuk joftem njet, ardhretnia jote, u bavullnesa jote,
si në qiell ashtu edhe bukën tonë të përditshme e pna neve sot, e njenaj ne fajet e mëkatet tona, si njëm na fajtorë tanë, e mos na lën me ranër t'keq, por largona prej gjithë Na liro për lutemi o Zot prej gjithat këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqen ditët tona. Në sajt mëshirës sate do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhin e shëlbuesit ton Jezu Krishtit. Ti o Zot je mbret, ti je gjithë pushtetshëm, ti je lumtur në amshëm. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostëve të tu, po e lë paqen, po e jap paqen time, mos e shikon mëkatet tona për fenë e kishës sate. Jepi asaj si pas vullnesës sate paqë dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Jepi njëri tjetrit paqen e Krishtit. Gjej. Që Krishti që ngjihu që ai që shlyen mëkatet e botës, lëm ata që ngrish në gostinë e tij. O Zot, unë nuk jam ide që ti të hysh pëllazin tim, por thuje vetëm një fjalë e shpirti jem do të shërohet. All of you who are prepared to receive communion, please form two lines in the center and then go back to your pews or to your seats by the sides. Gjithë ata që janë përgatitur për marrë kungimin shajtë, lutet që të formojnë dy rreshta në qendër, atëherë masi marrin kungimin shkojnë për anash në bankat e veta.
Body of Christ. Body of Christ. The body of Christ. The body of Christ. Now I'm going to read all the donations that were made in place of flowers for the repose of the soul of Martin. And all these contributions were made to our church. And God bless them. Tërë do të lexoj emrat e gjithë personave që kanë kontribuar vend kunorës për shpirtin e Martinit, kanë kontribuar kishës tonë. Dhe Zoti ja shpërblet gjithëve. Familja e Martizionit Gjelaj, $1,000. Gjeto Doda Rukaj me familje, Nikol Gjetja Ceranaj me vllazën, familja e Nikol Palit Ceranaj 200, Martin Prateshi Camaj 100, familja e Nikol Gjonit Lucaj 300, Anton Pietri Detvukaj me familje 100, Mark Prateshi Ceranaj 100, Vat Martini Gjelaj 100, Mark Martini Gjelaj 100, John Kola Rukaj 100, Tom Vaseli Gjelaj 100, Prel Gjeloshi Dushaj me familje 100, Mark Zefi Gjelaj 100, Vasel Gjoka Gjelaj 100, Anton Raja 100, familja e Kolmirit 100, Gjevalin Nikqi me vllazën 100, Ted Martini Gjelaj me vllazën e me Nip 500, Nik Nreka Camaj 100, Caroline Caposella Obrisky, Chris Obrisky, and Marianne Caposella, 100. Robert Pieter Luljuraj, 100. Gjergj Doda Camaj, 100. Vasel Pietri Junqaj, 100. Martin Gjergj Uci Vulaj, 500. Nik Gjokaj, 100. Leonardo Berishaj, 100. Nikola Rudaj me familje.
Nikol Martini Vezaj 100, Tet Pjetë Prela me familje 200, Dot Preqi Corane me familje 300, Nua Luca Gojqaj me familje 100, Vuksan e Kola Vuksane me familje 200, Nikol Nau Junqaj 100, Mark Pashkotinaj 100, Nua Simon Pali Coranaj 200, familja e Gjeq Ucit Vulaj 200, Shtjefen Kola Lekoqaj, Djelt e Not Zefit Popaj, Nua Nikola Dedivane me familje 50, Zef Noshi Gjele me familje, Agostin Shlaku dhe Zef Koleci Gjele me familje 300, e Zoti është përbleft të gjithë dhe Martini pas dritë e Krishti pas përrinz, e ju Zoti lasht forcë, dhe është dikush prej familjes të mi thanja 2 fjalë. Thank you all for coming. I'm going to say this portion in English to acknowledge a lot of our friends that came. For those of you that know me, that don't know me, my name is Anton. I'm Martin's eldest grandson. And for those of you that do, you likely know that I was born overseas and came here very young. Therefore, I have very few memories of back home, very vague. But one that I do, one that's very clear, very vivid, and perhaps my first memory ever, involves my grandfather. When I was in the neighborhood of about 2 years old, he took me with him one day to the fields in the back of the house while he did his chores. And I sat there watching him on a sunny day, moving bales of hay with his pitchfork. And as I sat there, we had an uninvited guest. A snake comes slithering out of the grass, comes right up to me. And me, 2 years old, I'm scared. I rise up off the ground, and the snake rises its body up off the ground in defense. So right when I suddenly turn around to move, to run away, it lunges out at me. But before it could strike, Martin's 3-pronged pitchfork had stabbed right through it, caught it in midair, right out of a Hollywood movie. He was my hero that day. And the image of him as my hero never died, never will. But I think the underlying message of the story is the message he was trying to get across to the world on that moment, which was essentially, don't mess with my family, whoever you may be. Throughout the years, the definition of the word family had expanded to include not only his immediate household, but also the countless people he met along his journey. Everyone was his friend, as he so often called, my friend, my friend. And if he met you more than once, he had a nickname for you. It showed yesterday when, say, a couple of thousand people came to pay their respects. It showed in the many, many generous floral arrangements and mass cards we received from his friends. It showed when people traveled from different counties across the country and a few from overseas just to say goodbye. He may not have always had the means and resources to do everything for you, but he always did whatever he could. He loved deeply, and he loved often. Each and every one of you here had a very special and unique place in his heart. So on behalf of my family, thank you. Thank you for your love and support. Thank you for your kindness and generosity. Thank you for your prayers, but most of all, thank you for being a friend to my grandfather. God bless you. I want to say a couple words about my grandfather. To everyone, he was known as Bob Tini, but to me,
he was my Bobby. He was a wonderful, caring father to my dad Cole, my uncles Mark and Zeph, and my aunts Maria and Vera. He was the best grandfather to Anton, Danny, Agron, Robbie, Jojo, Christina, my sister Ava, and myself. He was loved by everyone who met him, even if it was just once. When Bobby's good friend died a few years ago, and his grandson gave a eulogy for him, Bobby liked it a lot. When he came home, he said, "I want you to speak just like that when I die, Pastor Bobby." I know that every grandson believes that his grandfather is the best grandfather in the world. But I don't believe anyone can measure to our Bobby. He was always smiling, kissing, joking, and playing with his grandchildren. He would come to our school to pick Ava and me up every day, year after year, even if he did not feel well. And while walking us home, he would stop by and talk to our neighbors. Very soon, everyone knew him. Some would call him Martin, others Papa Zeph, and kids in our neighborhood called him Bobby, just like us. Even if he did not know someone, he would still raise his hand and say, "How are you, my friend?" and "God bless you." Everyone loved him, my teachers, my friends, my neighbors. Sometimes my parents would tell him not to give us candy or make food for us before they came home from work so we could all have dinner together. He would say okay to them, but the next day he would have goodies for us saying, "Take it, Pastor Bobby. Don't worry, Mommy, Daddy say." We all believe that it would always stay like that. It's hard to believe he's now gone, but memories of him will always be with us. We will always cherish his love and never forget that he was not only our grandfather, but also our best friend. We know that he is now in a better place and he is not hurting anymore. He would go to church 2-3 times a week and believe that everything was in God's hands. I'm sure he's looking down from heaven on us and smiling. Bobby, you would be forever missed by all of us. We are saying goodbye to you by saying your favorite phrase. Goodbye, my friend, and God bless you. Bobby, may you rest in peace. I love you, Bobby. Tupim I përmortuam. Gjithsesht, miqtë dhe shokët dhe dashamirët e familjes së Ndjerit Martigjonit, I nderua klerik Dom Pjetër Popaj, që ty të ra për pjesë fjala e parë për të shërbye kësaj kufom, ti së bashkut me ne I shprehe lutjet hyjnore si mbas traditet mia vjeçare kishtare, I the fjalët më të bukura e më zgjedhura që gjithë cili prej nesh I ka për qief dikush t'i flas për ne ose për dashturin ton. Shumë faleminderit prej te, të them në emën kësaj kufom që tash nuk mujmë me fol më, por I gjalli duhet të flasin për ta. Narnosh sa malet ja rebel. Miqë shokë dashamir të kësaj familje se Martigjonit që erdhë me shprehen ngushtimet dhe respektin e funit për Martigjonin. E kam shumë shtirë me fol për gjurmat dhe jetën e një shtektarit 77 vjeçar që I gjurmoj në përgjith malsinë e madhe, ku për qief, ku për obligime miqësore, shoqënore, por duhet t'i flasim dy fjalë për ta, se mallane fjalën si shenjë respektit, se jo se nuk ishin këta të zot me fol shumë ma mirë se vetë, e u falnerohem që mallan këtë fjalë, e dishroj që ti flas dy fjalë për jetën, për biografin dhe autobiografin e Martigjonit. Është pak dramatike njoftimi jem që nuk e di a ka ndonjë mostër tjetër, se si jam njoftua
me martigjonin dhe me prindin e tij, të cilët mua me motrën time 9 vjeçare dhe me 2 kushri, Kol dhe Zev Vasin ne ka pështu jetën me 1945. Bela dikuj i duke se 1945, kur ishte lufta e dytë botnore, i duke se është diçka e vjetër e historike, por këtu tek jemi gjallë që e kem pa me sy dhe e kem përjetua, ka dhe nëj tjerë në është atë boshe seme dhe nëj fje ma të vjetër, se belat tonëve su ka të fara, e unë e kom përjetua. Ishte lufta e dytë botnore, ishte qidhje toka tonë tym, gjak e shkum barotit, e ishim të rruj Baktin një vend që i quhej Dubrava në vendin tonë, i bashku me Baktin kur filloj mu mung nata me ardhën shpi, kur unë me në vendin ku i quhet Qafe e Kishës, në dull për para roja e ushtrisë Gjermane, edhe në i vune pushtë në thane, këthenju për të brapa se s'punu le të kush, poshtë me ra në fush, qka është prej malit. Se me noshin se ka anë miq e agent që duhen me shko me bombardua ushtrinë e Gjermanisë. U këthy me përpjet natën të rashin e tërë, gjithë shka ishte atër e pa zhvillume e pa dritë, edhe morë me përpjet brigjeve ose malit të trabojinit, pa di se ka po shkojmë, kur një kohë, mas mesnatët, mas janë disa orëve ullëtim, e shohim një dritë, ose konilit, ose gjarmit, por ishte shumë e zbet, edhe thame se po kthehen aty. Jem këthyë e fut mrena ati o borrit, e unë, si ri, 7 vjeçar, shkove raha atë derë shpijet me dorë, edhe bërtita si kisha ati atë partë ka thonë, a ke byrmi zoti shpis. Pa vono shumë, duen i burë, i mathë sa një lis, i veshun si ishte koha atër me lkur dashit, e fillë pas ti duen edhe i fisnike, si ormalit, e ajo ishte gruaja ti. Motra e të mirë të njoftonit Gjerqucit, edhe në thane hajde një bërmë, hi me mrenë, vune drunë në gjermë, dhe atër u spjegobe problemin e shtirësin tanë që je kishim, e atë e kuptoshin. Në majten 2 jau të në lanë sa me pa i shpirtin, se s'kite tjetër shpia, veç ka i kolomos me zije edhe ka i kërtol, se nuk leshin ushtria që vite në atë kohë prej Shqipnijet e fuqin e për shpia, e ishin unë të eshte dhe ata, e mershin gjithë që ka zenshin shpi pa vetë kurkanin. Po mas 3 ditve vetë e Martini, si fmi, a i 6 vjeç e unë 7 vjeç, dalim në borë që ishte i rrëthum me leth, e ty e luajt aty, i digjoshim gjylet e topet ka vishin prej fushet, prej tuzit, prej krye bratinit e dheqisit, e shtheshin e eksplodoshin ku afër ku largë, por rastësisht, e nuk e di se si pështume, por kjo është fjala që thotë nodhje dramatike. Eksplodohu gjylja e topit, jo i metër buz ledhit, e në qiti dhejen dhe copat e gurit ftyrës, në përplasi duhma e saj, kur qohem, vete shoveti se nisa mu përgjak, më kiraj copë gurën balë, ta shëkom atë operacion, të papritun. Aty, kur e tjene eksplodimi në afër shpijet, se e dridhe dhe shpin, e babës Martinit, e të nanës tina, erdhen të dy, nane hoqë rubën e bardh pej krete, ma pshini gjakun, gjoni, ma vuni do duhan. Edhe bile fillo me më trimsua, për mos trishtohem se isha fëmi,
e thot, hajt, thot se s'ka gali, thot se ftyra e mashkullit, thot e përgjakun e prej me thot, është thot me bukur, thot se është thot si e luani, thot, se Liepur i thot gjithmonë e ka, thot ftyrën e elmo, thot pa e Liepur se Liepur. Edhe me kaq, jetu me aty 2 javë, e kjo familje shumë hije mirë për ne, edhe nuk dihet se për ka nuk i the hije mirë, se një babe i nanë, si kite, je kjo kufom që i ke bjetu, se s'kishin tjetër veç i djallë shirit, ishte e mrekullueshme. Martizjoni, për biografin dhe autobiografin e tina, si thash janë 77 vjet udhtim, jetë, problem, vorfni, e kështu me rrallë, por e di se Martizjoni lindi para 77 vjetëve në fshatin e quajtun Drekaj, Drekaj Trabojnit. Kur u ba në kohën e plotësuar me për martesë, u martua me të bin e të madhit Gjogjek Strjeshit, e cila është e njoftën e mirë njoftën për të mirën meset tona, pati 5 ulad, 3 djelm, Markun Zefin e Kotin dhe 2 bija, Mrin e Verën. Të gjithë i rriti me vështirësi, por u dha edukatën prindore që është me rëndësi për jetën e njeriut, i mësuar të lerë, moral dhe obligim shoqëror, si ata që i pa me tanë jetën se kjenë shëmbullor në mesin tonë. Martizjoni udhtoi në përmalësi, ku për sjef, ku për obligime shoqërore e miqësore, pastaj edhe në për shtete, e ma vonë mund të quajmë edhe në për kontinente, e gjithë ka shkoj Martizjoni, formoj shokë e shoqni, kje i afrë, si që tha dhe kleriku, kje i pash njerëzuam, nuk i lakmoj kur katres, menes madhe, as levdatës, por nuk e di se i cili njëri nuk e kite përsia me pas shoq, e me pas kojshi. E atër ati soj njëri ti thohet sa është njëri mirë, ku lakmojnë gjithë kushi me pas shoq e me pas në kojshi. Një dit, jo larkë para se në rojet, isha në shtëpi ti dhe e folme një prallë sakt, një shoqnis angleze, tash janë disa qina vjeç, edhe më tha Martini, pasha zotë, tha po më pëlqen, se të kanë shte bukur, thot. Të kanë shte bukur, thot, për jetesën edhe për vdekjen. E kjo ite, deshin një 4-5 shok, një katunat jenë Angli, edhe bjesedoshin çdo ditë për ka diçka. Por mesin e tynet ishte një plak 97 vjeçar. E i thonë ata shok, i thonë, si me thonë, po ti Martin, që po pret, pse s'po desë se ke jetu o bol? A ju thotë, në është ta s'ko me gjatë, por vdekjes nuk i dihet edhe nuk mund t'ja qes ku shpriten, por një ardhë, komu u të regua. I thane pra edhe një deksh mos prit me ardhe me të përcijel, se ke jetu o bol. O një thot, moseni, por nuk kam e shkru, thot, i plakatët me 2 reshta, thot, me germat e mla, edhe komu u thashun që, o në vorreza, more në vorreza. Sot vete nesër ju. Kur shkojnë me i përcijel, i kanë bërthuju kualt, edhe atë kufoma e kite pavuat plakate dhe ashtu thote, o në vorreza, more në vorreza, sot vet e nesër ju. Do me thonë që në vorreza e kem takimin të gjithë sa jem. Për ata ju sigurisht kini ardhë, masovikisht,
me përcjell këtë kufom, sepse besoni se sot ky e nesër na. E më duhet më u thashën në emër të kësaj familje që më dhanë fjalën ma shumë për respekt se e meritoja vetë. Se këta dishin ma mirë me i thanë 2 fjalë për babën e vetë. Atëherë, shumë faleminderit për jush, për fjalë, për respekt, e ju du me u falërua në emër të kësaj familje për ardhjen tuaj, e inshallah ja u kthejmë, ose ja u kthen kjo familje në gëzime të mira, aty ku dash zemra e qefi yj. E dim se keni ardhun kush prej afër, po afër nuk ka kurkun, kush prej larg fort. Tu të ka që i kena pa i laket për shembull edhe prej Gjermanisë, që kanë ardhur këtu, keni ardhun prej Shteteve të Bashkuara që nuk ka tepër afër, se duhet ku toks ku havas me ardh, e afërt nuk është kurkun, por e njeri vetin të obliguam dhe u ka mësua prinet tuaja moral, njerëzie, shoqni, e munohi gjithë ato me i plotësua. Jam i porositun prej dive martizionit që mas vorrimit, jo veç ata që kanë ardhun prej disa shteteve të larta të Amerikës, po kush don e të ketë mundësi me ardhën në restoranin e të bive ti, ku i thonë qau, e besoj se e dini gjithë se ku është, pri tej, pri kafe, ose ta thom ashtu se kem pa thënë dikur, i ka pshat buk e kryp e zemër, e kanë përgatitur për ju. E kam edhe i porosi tjetër që këta me konsultimin e tynet ma kanë thënë që mas vorrimit, pse është sot dielli, nesër është me qavë e tushta e gazep, për kursimin tuaj, ma tepër se kursimin e këtynet, familja nuk ka me dalën rresht për t'i shprehë ngushtimet edhe një herë, se as janë prej jush, nuk keni këtu që nuk e keni thënë atë fjalën që e kem si tradit me ja thënë njëri shoqit. U keni thashun, u lash Zoti ki vetë dhe keni shprehë ngushtimet. Kështu që tjetër nuk kem me bisedua se në këtë soj rastit koha është gjithmonë e kufizuar. Përveç u pat Zoti me të mirë, e në këtë familje arshim edhe në gëzime, me flamur dazmet e me bujqeshje, si që meritoni. U pat Zoti me të mirë, e pash i pik faqen e barë gjithë sa ini. For you who don't understand Albanian language, I would like to express my deepest appreciation for you taking part, expressing your condolences, and I am told by his sons that after the burial, you can all come and you are all welcome in his restaurant by the name Chow. We're going to have a small snack, and we would like to have you there with us. And I thank you so much. Shumë faleminderit pra, e u pas Zoti me të mirë, Don Pjetër Popaj, pa shfaqjen e bardhë, të rrisë Zotin erën, për fjalë të bukura, se na i napim rëndësi kulturës dhe kontributit kishtar, nuk e flasim shpesh me Jani Shoqin, por e flasim aty ku mujmë, se populli ynë, ty me keni rrëthuam me rreziqe, me okupator, me anmist për gjakun, është munua me na zhduk, e kjo kishe ka dhanë një kontribut gjatë historison, që na nuk ja di bile vlerën. E në rënosh, e kjo kultur, e kjo kish me atë kulturën e vetë tradicionale në rënoft, sa malet tona. U pa Zoti me të mirë, të gjithëvet, ju, klerik, e shok, e dashamir. Faleminderit.
Drita mshushme, drita ta o Zot, në shoqëri me shenjtë tu na mshim sepse ti je i mirë. Jep o Zot pushimin e pasosur. Në shoqëni me shenjtë tu na mshim sepse ti je i mirë. Të lutemi o Zot, hyj biri jot na adhuroj në sakramentin e korpit dhe gjakut të vet, ushqimin e duhur për shtektim të këtij. Baj që vllauin Martini në fuqi të këtij sakramentit të arrijë të ryzën e mshushme të Krishtit në për Krishtin Zotin ton. Amen. Vllazën e motra, jemi bashku si fetar për të varrosur trupin e vllaut ton Martinit me shpresë të gjatë lutemi hyut për të cilin gjithçka jeton, që trupin e tij, të cilin po varrosim, të ngjallë në pashkatrueshmërinë e shajtërve, të shpirtin e tij ta bashkoj me shajtën dhe me të zgjedhur, hyu pas për të mëshirë në ditën e gjyqit, që i shpërblyer prej vdekjes, i çliruar nga mëkati, i pajtuar me atën dhe i mbajtur me supët e bariu të mirë, të meritoj të nëmrat në përcjellës të mretit të mshuar për të gëzuar gazmendin e përjetshëm dhe fatin e shajtërve. Epja o Zot pushimin e pasosur. 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 Jepi o Zot pushimin e pasosur dhe ndrit drita e pamaruar dhe çojeni para te lartit Zot. Të lutemi. Në duhur tu ati mëshirshëm po porosisin shpirtin e vllaut ton Martinit, me ngulësi shpresojmë se ky dhe të gjithë ata që vdesin në Krishtin do të ngjallen bashkë me Krishtin ditën e fundit. Martin e engjëjt të qofshin parrizë kur të arrish të marshin martir dhe të përcjellshin qytetin e shajt në Jeruzalem, të martë kori e engjëve dhe bashkë me lazën skamnorin e dikurshëm e paç pushimin e amshuar. Epja o Zot pushimin e pasosur. Ndrit drita pa maruar. Pushoft në paqë. Ashtu kjo. Shpirti i Martinit e shpirti i gjithë besimtarëve të konsajt mëshirës naltit Zot, pushoshin paqë në mentatit e të birit e të shpirtit shajt. Amen.